Dhe jemi kthy të dashurimisht në pjesën e fundit të emisionit Familja Jon, aty ku mësojmë të ushqehemi shëndetshëm e motivohemi të jetojmë shëndetshëm. Është shumë e thjeshtë, shumë lehtë mund të kemi një jetë cilësore, madje është mit ajo që të jetojmë shëndetshëm kushton më shtrejt. Absolutisht që jo. Shumë produkte që kemi në shtëpi të sezonës, gjella të cilat i kemi tradicionale, të gjitha mund t'i përdorim duke i konsideruar ushqime të shëndetshme, sidomos për t'i menjanuar ushqimet që ham jashtë dhe janë të përgatitura në mënyra jo korrekte shumë shpesh. Normalisht që këto përgjigje dhe këto mësime na jep gjithmonë nutricionistja dhe dietologja Albulena Shabani Lazi. Mirë se erdhe Len. Përshëndetje, mirë se gjitha. Mësuese Dumjanis me thirr, se gjithmonë po mbjem me thonë na mëson Lena, mësuesja Len. Çka kemi me hangër sot? Mos jemi Bajram, atëherë kemi vendosur me bënie ëmbëlsirë të shëndetshme. Megjithëse ka kalu vetëm pak ditë prej Bajramit, unë uroj gjithë besimtarëve islam festën e Bajramit, paqe të shëndet, harmoni, paqe në familjet tuaja dhe festofshi gjithmonë me krejt njerëz të zemrës që i keni dhe që i doni. Normalisht nuk shkan Bajrami pa hëngër diçka, po edhe këtu Lena e gjen një ëmbëlsirë të shëndetshme. Me na gjet një zgjidhje. Unë e tham ëmbëlsirë e shëndetshme sepse me të vërtet, unë besoj që bajtohen krejt audienca që shumë herë gjatë ditës kem nevojë për ëmbël. Na bjen sheqeri Len. Kështu që të paktën në këto momente krize ta kemi një ëmbëlsirë të shëndetshme. E rëndësishme është shumë e vërtetë që kena nevojë për karbohidrate për me prodhu energji, po mi zgjedh ato në formën natyrale. Edhe kombinimi që kemi përzgjedh sot është me arrore për yndyrna të shëndetshme, vitaminat B, fibrat që i kanë, edhe vitaminat e mineralet kompletume, është kokosi, që është një përbërës që e kemi të gjithë në shtëpi dhe nuk është edhe shumë i kushtueshëm. Arroret mujna mi zgjedh sipas dëshirës. Kokosin e kemi thënë që përmbahen fibra, përmbahen minerale dhe është shumë e rëndësishme për këtë periudhë që temperaturat janë pak më të larta, edhe normal që e dim që kur janë temperaturat më të larta na bjen edhe energjia. Pastaj kemi kokos të freskët që e kemi bërë në rende, lëkurën e një limonit, mjalt, 2 lugë mjalte dhe krem djathit. Më thënë këto e kemi balancu, një ëmbëlsirë me yndyrna të shëndetshme, me karbohidrate, me kalcium, me fibra, me më thënë qatë energjin që ki nevoj me rrit, e ki shumë thjesht me rrit me një ëmbëlsirë kështu. Shija bëhet shumë e mirë dhe kështu që është shumë përshtatshme edhe për fëmijët dhe për të gjitha moshat. Edhe për mu. Patjetër. Se të rahojmë sot në studio i kokosit të cilin e the përveç atij të cilin e kemi pothuajse të gjithë në shtëpi sa është na nevojitet për ndonjë ëmbëlsirë. Ky është i freskët, domethënë e ke ble. Po, kokosin, arrën e kokosit, i kemi marrë ujin për me bo elektrolet, ose për shembull mbasi veç ka ndryshu temperaturat, tash unë e shtoj ujin e kokosit në çdo ujë që e pi për hidratem, kështu që ujin e kemi marrë, ndërsa kokosin e freskët e kemi bërë në rende. Pse kokosi i freskët? Për shkak që është komplet edhe ajo yndyra, edhe komplet të vlerat i ka, domethënë nuk është vetëm ajo pjesa e thotë, për me kompletu komplet ato vlerat të shtyse të kokosit, nuk e kena marrë përgjith vetëm të bluarin ose të thatin, po kemi marrë edhe kokosin e freskët. Po, ndërkohë është ëmbëlsirë që nuk ka nevojë për pjekje, përgatitet shumë shpejt. Jo, s'ka miell, është pa gluten, është pa sheqer të shtume, është me sheqer natyral, edhe përgatitet shumë shpejt dhe është shumë e përshtatshme sidomos për sezonin e verës, për shkak edhe mineraleve që i përmban kokosi, na ndihmon që mos më dehidru, se e dim sidomos dikon tepër mirë edhe tek lëkura, sepse e dim që sheqerat e thjeshta, karbohidratet e thjeshta, sheqeri është armiku më i madh i lëkurës. Kështu që në këtë rast e kemi edhe sasinë e limonit, që e dim që sasia vitaminës C ndikon edhe hidratimin, ndikon edhe te lëkura, për shembull dhe mos më pas rrudha më prodhu më shumë kolagjen. Interesant. Edhe shëndetshme dhe shishme, po besoj se do ta provojmë patjetër. Gjithashtu për sistemin tret, tash na që kemi me bu si fillim, kemi me blu edhe pak kokosin, që mu bu ashtu krejte... Ma kremaz. Po, ma kremaz. Kokosin edhe arroret do t'i luajmë. Patjetër, po fillimisht përvojmë kokosin. Normalisht tha dhe Lena, te arroret mundeni me vendosë të cili sipas dëshirës, shijes, mundeni vetëm marra, mundeni vetëm lethia. Mundeni shtu rrësht thot. Pas ke më gëzu, Lena. Hani që shumë të më. U gëzove shumë që tash. Shkoj kokosi.
Ti shkon tash. Nana jam të kështon me pare, më qik po blehen. Ta kokos që shpet dirë. Të doshtë me thonë vjera, për tani me njëherë më para gjykojnë që, veç për vjerën për folë. Pastaj arroret, i kalojmë si pas dëshires, edhe sasin. Diko 200-300 gram, na po tentojmë i bu 10 bombica. Këtu do t'jenë në formë bombicave sa 10, a? Po tentojmë, për mundemi... sot pas në më gëzu shumë. Lena do gëzim edhe neve. Na këtu kemi përzirë arrat indiane, lajthit edhe arë. Vendosi krejt vjen se jena ka dhe edhe pak. Dora më qëtë një. Gjoja. Lin, tash bluarja e erroreve është bë, me vazhdojmë me? Edhe kokosin e kemi blu, e shtojmë kokosin e freskët. Nëse se keni s'do me thonë pa tjetër. Po, s'është pa tjetër, lëkurën e një limoni, këto janë krejt vishpërshia. Mjollë të më arën e derdhër, po atë ram arra mjollë. Qa të pelojmë? More kjo që ranë mjollë mirë, që atë në tokë, qa me ju po? Ta është të shojmë kuj piqela në orë, kush është me na fokë. Ups. Edhe shtojmë krem djathe, të thashtë edhe krem djathe, për i ndyrnat shëndetshme. E di se Lena tash më thëtë, po duni me pregadit në shpe, kam këtë përgjigje, po a mund ta blem, ka janë disa në tre krem djathe. Po, banë edhe me blem, po me pregadit në shpe, është ma mirë, është shumë e thjeshtë. E kemi postu edhe recetën disa herë tek familja jonë edhe tek Instagram jam, kështu që... Te faqja me Lenën, derisa Lena e përzin masën, me Lenën në Instagram edhe në Facebook, i keni postimet edhe të video, edhe të foto, edhe informacione të shumta të recetave të ndryshme, të informacioneve rreth vlerave ushqimore të shumë produkteve. Të gjitha e gjeni në faqen e Lenës, nutricionistës dhe dietologës, e cila është shumë aktive në atë faqe, përveç atje është shumë aktive edhe tek familja jonë,
ku na rekomandon dhe na sjell receta të ndryshme, siç është kjo ëmbëlsirë që mund ta përdorni jo vetëm për Bajram, por edhe për festa edhe ditëzakonshme mas punës me një kafe turke. I thash kafe turke, Lena s'na lën. Bën jo, s'ka problem. Bën jo, s'ka problem. Gabova. Ja, një dhe ndym këto ban. Po, pa problem. Tash masën pa tjetër pak du të me bo edhe me dorë, për me mujtë mi jep format. Mas i kemi dorë, zate kemi më lë. Të shtëpia, si pas dëshirës, mundemi me vendos një çokoladë të zezë shkrirë, mja vendos si për... Ideja ka që me qëndë bardha këto, për atë arsye, se po, me... Pak si Rafaelo me ti. Po, pak si Rafaelo, për shkakun sidomos fëmijët i pëlqejnë shumë, se edhe ka shije. Mendes për pres, Len, hajde jepja formën. Tash është gati, dhe më thamë forma bëhet kështu. Muj me i kalu në arrore të blume, ose edhe në kokos, si pas dëshirës. A ti kaloj? Prit ti tash një herë. Ama ti kaloj. Prej arrores kokosit edhe të one kaloj. Po, ti kaloj në fond. Kalimi finalur të ti kaloj në fond, dhe ti zbukurojnë ati kështu. Format si pas dëshirës. Sa ma vogël ma mirë, për me ongër ma pak. Mi largoj, nuk mi la mi kalu. Jo, se i bënd të mdoja. Okej. E në arrore ape kalon? A, një në arrore, një në kokos. Që pas dëshirë. Tashtë më përvendosit që dhe në du me kërku. Dyat, se për ata jem ka i bëjt vogla. Për shkak ndyrës të kokosit, që ka natyrale, kjo kopet shumë mirë, nuk ka nevojë do më thamë për gjallë. Okej. Po bën edhe vetëm me mjalt, po ajo kokosi i ndihmon që me pas ma shumë i ndyrë në gjallë, se zakonisht do bombicat i bojmë me gjallë, që nuk ka nevojë për gjallë. Qëndrojnë në ditë dy këto ëmbëlsira? Po, në frigorifer, qëndrojnë, sepse kanë aditiv, muj me qëndru 3, ndoshta edhe 5 ditë, nëse veç që qesim një kuti që si hapim shumë. Për me mirë. Fantastike, Lenë. Jo rasisht e thëmë zëherë që zgjidhja është e natyra, kështu që edhe nëse dojmë sheqer, që sheqeri natyral. Edhe i mirë, edhe i shishme, edhe normal me shumë vlera ushqyse, edhe shumë shpejt. Dhe bon edhe fëmijëve me ju dhanë. Po, patjetër. Nuk është ndonjë produkt që përveç ata që janë nëse kanë alergji, eventualisht, okej, ama për ndryshe, secili mundet me përdor. Normal, mos me tepru me sasi, për shkak se edhe pse janë natyrale. Po, për shembull të arat të cilat i përdore, nuk bën me kanë më shumë se 3-4 ara. Nëse është braziliane, sepse na kemi përdor arat indiane. Kështu që arat indiane nuk kanë sasi celenit që ka edhe ara braziliana. Me qenë arat braziliana nuk isha preferu me shtu këtu. Nashta 1-2, për shkak se tash nuk e dim sasin sa është ëmbëlsi, prap se prap, edhe është e pamundur mos më tepru. Sidomos kjo shija që shibohet, nëse kur ta provojnë është e pamundur mos më tepru, e kështu që nëse qesim ara braziliana nuk muj me ditë saktë se sa po marrim, sasi celenit përmes hynë ose ku ka e qartë, kështu që duhet me pas kujdes tek përdorimi i asaj sasie. Në ndërkohë, patjetër që të gjitha këto receta edhe informacione i gjeni në YouTube, në Facebook, në Instagram, në TikTok, në gjitha rrjetet sociale Familja Jon, aty ku gazetarët tanë punojnë 24 orë në 7 ditë. Gjitha këto receta mund të shikoni ndal nga dal, duke i ndalur, duke i provuar, megjithëse është recetë që mbohet lehtë me. Të gjithë përbërësit i blujmë, i mësojmë, edhe vetëm e kalojmë në arrore ose në kokos, si pas dëshirës, ose çokoladë zezë. Kjo ëmbëlsira man tipike për ata njerëz që thonë, ej, po vi me nejt, pa lajmëru që vinë. Po, edhe i përbërë si shpejt, edhe dukesh e zoja, edhe i këthen në ëmbëlsirë mirë.
Edhe e shëndetshme, patjetër. Patjetër. Përveç kësajna, besoj që ka edhe ëmbëlsira tjera që mund t'i konsumojmë, që do t'i cillim edhe në faqen tënde me Lenën. Po, e rëndësishme është për shembull me përdorur vend sheqerit, ëmbëlsues natyral, që është mjalta, frutat e thota, për shembull me qëndru pak në ujë edhe ato mi blu, mi shfrytzu në vend të sheqerit natyral. O fjala, çokoladën me zgjedh çokoladën e zezë. E zezë, edhe që ka ma shumë kakao preferohet më përdor kokosi, më përdor krejt këto, se dim që tradicionalisht i kemi do adete kështu edhe kemi pak qef shumë në ëmbëlsira, po më rëndësi është mi zgjedh shpirti jo me lojlen. Edhe kuptohet, edhe pse është ëmbëlsirë, edhe pse i ka krejt ta përbërës shumë të shëndetshëm, nuk preferohet më marrë herët mëngjes, nuk preferohet më marrë në mbrëmje vonë. Për shkak se edhe kjo e rrit indeksin glikemik, kemi insulinën aktive, kështu që këtë rast ndikon edhe me shtu pesh, edhe normal që ndikon në energjia komplet. Kështu që preferohet me marrë mes ditë. Edhe një pyetje të fundit para se të ndahem me ty. Këto ditë mas Bajramit e kemi ngarku pak i troh, kështu i qik organizmin Lene. Qa muna me përdor për me rikthy atë gjendjen e mëparshme, sepse abuzojmë pak këtë ditë? E rëndësishme është me qëndru t'hidratume, edhe ideal kish me qenë në i smoothie detox me këto gjelbërtat përgjithsi që përmbajnë klorofilot, që përmbajnë fibra, për me ndimu melqis të kryesisht ngarkesë më të madhe e ka pjesë melqia, nga sasia e lartë të sheqerit që o marë, për me ndimu melqis që atë formën e detoksifikimit që e bën funksionin vetë, me ndimu që me bu pak me lecu, me largu ato toksinat që i kemi marë, edhe sasin e lartë sheqerit, me qëndru t'hidratume me pisa ma shumë ujë, për shkak edhe të lëkurës, edhe për shkak edhe se ndikon të i përkeq për shkak nëse jemi t'hidratume edhe tek sistemi nervor qëndror, edhe koncentrimi, edhe lodhja psikologjike, kështu që në këtë rast mirë kish me qenë me qëndru t'hidratume, atë pijen që sot na mungon, që se kom marrë çdo herë një ujë me kastraves, limon, këto që kemi sezonale, edhe normal mundu me stopu me 2 ditë, 3 maksimum mos me hungër mu baklava. Me hungër vetëm shpi baklave, një edhe në këshi. Detë hargjohen, Lenë, se tani gjuna mi gjuj dëshysh. Qëre, mi është pak baklav, po me hungër vetëm shpi mos me dal me provu edhe në krej këshi. Po tani po i dhnohen këshi, ajo po që s'ma provoj baklave në saron, da e dëshysh s'po ka kuptim. Ani më se bën shpi vetëm këshi. Njona, zedhe, ja baklave në shpi janë këshi. Hajtë, 2 herë në vit kemë Bajram, Lenë. Shqyqyr që s'ka shumë. Faleminderit, Lenë, për recetën, për këshillat, për kohën. Me të vërtet e vlerësojmë çdo mund të thonin që bën me ndru shpirtin tona në të ushqyer dhe në të jetuar shëndetshëm. Faleminderit edhe juve për mundësinë. E di që krejt stafi janë të buzëqesh, se mas një muaj ju kam përgatit me hungër edhe i kam shpërbly me ëmbëlsirë. Kështu që me këtë ëmbëlsirë edhe këtu bashkë ju uroj të gjithë besimtarëve musliman festen e Bajrami, paqe, shëndet, edhe bëni zgjidhjet e dura, edhe mbani gjithmonë përditësinë që keni për trupin tuaj. Faleminderit shumë, mirëmbëjtje, dashur miq. Bernard, hajde me ëngër ëmbëlsirë. Këtu.